Sonte do ta kemi ndoshta ndeshjen më të mirë ose më të fortë në këtë kampionat botror, Brazili me Marokun. Maroku ka qenë një prej senzacioneve në botrorin e kaluar, kurse Brazili e përmendë edhe Enisi është një kombëtare që duhet ta kenë ndoshta edhe kujdes. Po, normal se me Ancelotin, unë besoj shumë te trajneri Ancelotti, domethënë besoj se do ta bëjë një skuadër shumë të mirë, do t'i përzgjedh futbollistët që duhet, domethënë që i përshtaten lojës Brazilit. Maroku është një ekip shumë i fortë, me futboll shumë mirë, po unë nuk mendoj se do ta përballoj Brazilin. Unë mendoj se këtu Brazili fiton në këtë ndeshje edhe nuk më merr mendja se do të ketë ndonjë befasi. Nesër do të jenë shumë interesant sepse pak a shumë orari apo koha. Testi i parë është, unë fal që po ndërprej për Ancelottin sot kundër Marokut, sepse nuk është një kombëtare po është një kombëtare jashtëzakonisht e fuqishme, me një futboll kolektiv, futboll të shpejtë dhe lojtarë që dinë me befasua edhe nga distanca. Dhe kjo do të jetë testi i parë i Ancelottit dhe mandej ka kohë edhe 2 lojë të tjera për me përgatitur skuadrën si duhet. Po shumë interesant me pa një italian në Brazil, sikur Ancelotti.